Ne vazhdojnë debatet në parlament, ne do t'i rikthemi edhe një herë ngjarjes së rëndë të ditës së sotme në Lozhan, në Bashkinë e Meliqit, ku ka humbur jetën një punonjës i policisë, një tjetër është plagosur. I plagosur ka mbetur edhe autori i shumë kërkuar i kësaj ngjarje pas shkëmbimit të zjarrit me policinë e shtetit, po kush është autori i kësaj ngjarje? Të tjera detaje kanë dalë në dritë, kam kolegun Gjensil Shkëmbi për informacionet më të fundit. Gjensil. Komentariste Smeralda, kam lënë Lozhanin, jam duke shkuar drejt Spitalit Rajonal të Korçës, aty kur për momentin ndodhet edhe Violant Braçellari i plagosur me një plumb në bark. Mendohet që edhe Violant Braçellari do të transportohet me urgjencë me helikopter drejt Spitalit të Traumës, por kjo ende nuk është konfirmuar nga mjekët. Mund të them plotësisht është jashtë rrezikut për jetën, pra nuk i rrezikohet jeta autorit, ndërkohë që për të përgjigjur konkretisht pyetjes tënde, Violant Braçellari është absolutisht një nga njerëzit më të rrezikshëm që kishte Juglindja vitet e fundit. Fshihej prej disa vitesh në fshatin Bode të Lozhanit. Mund të them që policia për herë ka patur informacion se ku ndodhej ai, pasi ai dispononte një stan me qenë në këtë fshat të cilët i serviste, po ashtu kishte vendosur edhe kamera termike në përpemë të ndryshme të pyllit të Bodes. Është një pyll ku duhet të ecësh për më tepër se 3 ora, po duhet të shkosh prej 1 orë e 30 minutash me makina të larta, sepse është një fshat i thellë malor. Violant Braçellari është ish ushtarak, në fakt ka një përgatitje shumë të lartë në prodhimin e armëve, në përdorimin e armëve, ndërkohë që më parë ka qenë i dënuar nga gjykata e Korçës për me rreth 10 vite burg në mungesë për prodhim dhe shpërndarje të lëndëve, prodhim, shitje dhe shpërndarje të lëndëve narkotike. Përpara 3 vitesh në fakt, në vitin 2023, kur policia e Korçës bashkë me forcat Renea tentuan, duke përdorur justifikimin e zjarrit në mal, tentuan për të shkuar dhe për ta neutralizuar, kanë qenë qend ata të cilët e kanë sinjalizuar Violant Braçellarin se kishte lëvizje të dyshimta të njerëzve në fshatin Bode. Për këtë qëllim ai në fakt i mbante diku rreth 20 qen dhe është larguar nga vendi ku ai jetonte, ndërkohë që kanë gjetur vetëm nënën e tij. Në vitin 2025, vitin e kaluar, përsëri forcat Renea e kanë patur të pamundur për ta neutralizuar. Kishin marrë informacion në fakt se ai dispononte edhe armë të rënda në banesë, ndaj edhe shkuan të mirë përgatitur, por ishin të pamundur për ta arrestuar, ndërkohë që ditën në fakt mesnatën, që sapo lan pas, kanë shkuar forca të shumta të forcave Shqiponia, forcat të komisariatit të Korçës, forcat të komisariatit të Maliqit, për ta lokalizuar më pas edhe për ta arrestuar, ndërkohë që kjo ka qenë e vështirë në momentin kur Violant Braçellari ka kuptuar se kishte lëvizje të njerëzve, filloi të qëllonte me armë zjarri. Mendohet që ai të mos i ketë identifikuar si polic në fakt, ai ka qelluar me preshëri për më shumë se 7 herë drejt policëve. 2 plumba i kanë marrë jetën fatkeqësisht dëshmorit të Adheut sot Enea me kollin, ndërkohë që Edison Adri, 36 vjeç, ka ngelur i plagosur rënd me një plumb në krah, or ky i fundit